një ndër momentet më të bukura kur Allahu i madhëruar pranon duan e njeriu e besimtarit, është koha kur ai është në gjendje më të vështirë. Dhe besoj se nëse hym të krahasojmë atë që s'ka këmbë me atë që ka një këmbë, me atë që ka dy këmbë, me atë që ka një biçikletë, me atë që ka një motor, me atë që ka një makinë, me atë që ka dy makina, 3 makina, halli më i madh i kujt është i atij që s'ka këmbë. Sot, nëse ne themi kemi halle, kur vëllezërit tanë, motrat tona kanë halle më të mëdha, kujt i pranohet lutja? A neve apo atyre? Besoj se atyre. Atëherë, pak më parë çfarë thash? Nëse duam që të na zgjidhen problemet tona, duhet i lutemi Allahut të madhëruar për ata që kanë më shumë halle se ne, në mënyrë që Allahu në zemrat e tyre të çojë në mendje edhe në zemrat e tyre emrin apo popullin ton që të luten edhe ata tek Allahu i madhëruar. E sot popull më në hall se Gaza nuk ka. Wallahi billahi sikur njërit prej atyre t'i bijë nërmend për ne si xhamat të gjithë dhe t'i thotë Allahu të madhëruar, o Allah, ata nuk na harruan në duat e tyre, ata nuk na harruan në mezhliset e tyre, vallahi mund të them që do jetë argumenti më i madh tek Allahu i madhëruar në ditën e gjykimit, që thotë Allahu i madhëruar, këta janë ata që kujtuan vëllezërit e tyre në kohën më të vështirë, unë do t'i fal këta.